i natë xhelozi politike, më shumë e shoh strategji politike. Partive të tjera të cilat nuk janë pajtu me idenë që më u fut me vetëvendosjen në pushtet, por e kam një problem nëse më 1 minutë 2 kushtrim të çka strategjia politike edhe LDK-s dhe PDK-s. Në rast se refuzon një takim që me shku në koalicion nëse dikush thirr, janë 3 arsye sipas meje. Në 1, kur s'ta jep kryeministrin se don me marrë me qeverisë pushtet. Në 2, ki planifikim, ki strategji me bo vetë qeverin si i dyti, dhe në 3, don me shku në zgjedhje me i fitu zgjedhjet. Pra që të 3 sipas meje, nëse kanë qenë strategji politike, edhe LDK-s edhe PDK-s ata kanë dështu. Që të gjitha subjektet kanë dështu. Pse po kanë dështu? Sepse me marrë kryeministrin, të koni 2 si i treti, në situata ku është Albin Kurti në pozicionin politike, në cilën atë tom pajtomi që ai nuk është që bashkëpunon, po më shumë tenton me nënshtru, është e pamundur. E dyta, me bo qeverin si i dyti ka e këdo. Ton ki parasysh që na nuk pajtoam. Jo, kur thash ton, unë s'jam garë, as jam deputet. Po flas për kolegët e mi, çtu që kemi diskutu. E dyta, për me bo qeverin ka e këdor moti nga ideja me bo si i dyti si i treti. Dhe e treta, nëse do me fitu zgjedhjet, si strategji, duhesh me këshyr ku je mas pare. A munësh apo s'munësh. Prandaj po du me rrobëllaksu që ideja e këtyre partive ish opozitare me këtë strategji që kanë bërë në raport me Kurtin, do të jetë e kushtueshme për ta në raport me votën në zgjedhjet e ardhshme. Domethënë, ajo t'jeni të sigurt që kjo nuk kalon pa një ndëshkim ose nuk kalon pa një çmim që ata mund të japin. Sepse ndryshe mu s'po ma qet strategjia e këtyre që kanë bërë deri sot. Kështu më pesho, kështu ka me dalë dhe do të shohim kur marrën në zgjedhjet e ardhshme. Është një problem esencial të vetëvendosjes që ka ndodhur sa kushtrim. Është arroganca totale, mospërfillja totale në raport me 400.000 vota që ky subjekt politik ka marrë. S'po flasim me bllokimin e 18 ditë harxhime, telashe, në shtrimin e idenë e arrogancë. Çepse Arbe Regje do të më shkon në kuvent bashkë me zonën Fezën ora 10 me kuptu kush është kandidati për ministër bujqësisë për shemb. Këta se kanë ditë devon sa ministri janë. Apo kupton, domethënë se kanë ditë këta që në zgjedhjet e popullit e më qytetarët. Nuk mundesh ti me usill me kaq pa përgjegjësi për 400.000 njerëz që ty të japin të drejtën me votu dhe me shku në kuvent me lut llotari. Kjo është ka bëu Kurti llotari. Ka thonë kështu, i kam 20 numra keno quhet në lojë me lut në llotari. Kush i qellon 19 fiton. Sa ministri kanë qenë 20 ata kanë qenë. Pra, ajo që kemi pa dje, ka qenë llotari që zoti Kurti ka bëu në raport me qytetarën dhe 400.000 votues që i kanë besu këtij personi me e boni qeveri dhe me drejtu këtë shtet. Kushtrim është e pamundur ti mu çu një mëngjes dhe me lexuar emrat e 20 kandidatëve të ministrave pa pas debat të brendshëm partijak mas parë.